Edhe pse dyert e shtëpisë më të famshme janë mbyllur prej kohësh, debatet e dinamikat mes tij banorëve po vijojnë të mbeten në qendër të vëmendjes publike. Së fundmi, rrjetet sociale shpërfshin nga një video virale ku Rogerti shihet duke performuar në një klub natër në Tiranë në këngën e njohur që kishte krijuar për Selinën gjatë qëndrimit të tyre në shtëpi. Pamjet kanë nxitur reagime të shumta dhe kanë rikthyer në vëmendje raportin e tyre. E ftuar në një emision fituese e këtij edicioni është shpjegur lidhur me këtë moment që u bë viral. Selin ka pranuar se e kishte parë videon dhe nuk ka hezituar të reagojë me një deklaratë drejt për drejt dhe ironike ndaj ish konkurrentit. Tek pjata ime, unë han emrin e Selin, ndërsa Rogerti pasur dëshirë të ecë me emrin tim. Deklarata e saj është interpretuar si një mesazh i qartë se ajo po vijon jetën dhe suksesin e saj, ndërsa të tjerë sipas saj përfitojnë nga emri dhe imazhi i saj për të tërhequr vëmendje. Gjatë bisedës, moderatorët e emisionit e pyetën gjithashtu nëse kishte menduar ta ndiqte çështjen në rrugë ligjore. Selin u shpreh se kjo ide i është sugjeruar shpesh nga njerëzit e afërt, por ajo ka zgjedhur një qasje tjetër. Shumë njerëz më kanë thënë të hahet në gjyq, por unë kam një tjetër mënyrë. Unë besoj shumë në Zot. Nëse nuk ja kthej unë, ka një Zot lart, deklaroi ajo duke larguar thashëthemet për një proces gjyqësor. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.